Këto ditë kur vëmendja kryesore mediatike, por dhe ajo popullore është përqendruar tek protesta, që sot regjistron ditën e 18 të saj, larg debatit publik po qëndron projekt ligji për kalimin në pronësi të tokës bujqësore tek personat fizik dhe juridik të huaj, i propozuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Për herë të parë duke nisur që nga koha e mbretërimit të mbretit Zog, shtetasit e huaj do të kenë mundësi të blejnë tokë bujqësore në vendin tonë. Deri më tani, personat juridik të huaj mund të merrnin me qera deri në 99 vite, sipërfaqe toke, ose të blenin vetëm 500 metra katror tokë. Agenti imobiliar Florian Tahiri e konsideron të rrezikshëm për sigurinë kombëtare projekt ligji në fjalë. Jam absolutisht kundra këtij projekt ligji, sepse në këto momente shumë delikate që ndodhet, po themi bota apo geopolitika, do ishte papranueshme që të huajt vinin në Shqipëri dhe të blenin nga çdo individ mund blet 10.000 metra katror për çdo bashki. Këtë moment që flasim, ligji lejon që deri në 500 metra katror ti mund blesh tokë dhe të bësh një shtëpi. Cenohet në mënyrë serioze siguria kombëtare e jona. Besoj që në qoftë se tuajt me ligjin aktual hapin një shoqëri tregtare, pra hapin një NIP, hapin një shoqëri, kanë të drejtën të blinë toka sa të duan. Pra jam shumë okay që të jepet toka me qera dhe të punohet për bujqësinë për 99 vjet, pra me qera, po absolutisht në asnjë lloj mënyrë nuk duhen lejuar të huajt që të bëhen pronar tokës shqiptare. Nëse projekt ligji në fjalë do të miratohet, ai pritet të gjejë zbatim në zonat rurale, që karakterizohen kryesisht nga komunitete në gjendje të vështirë ekonomike, apo ku emigrimi masiv ka lënë shkret shumë fshatra. Tahiri i trembet faktit se popullsia në këtë zona është më ekspozuar të shes pronat e tyre, duke lejuar vendosjen aty të individëve nga vendet e rajonit e më gjerë. Me të vërtet 10.000 metra katror nga një individ. Po të marrim që po themi një grup individësh prej jo më shumë se 100 vetash nga 10.000 metra katror, pra po flasim pastaj nuk flasim më flasim për 1 milion metra katror, nuk flasim më për 100.000 metra katror. Dihet që në përgjithësi ne jemi popull i varfër. Në Shqipëri në zonat caktuara mund gjesh toka në fshat me 4 euro, 5 euro, 2 euro metri katror. Pra janë shifra shumë të ulta për të huajt. Pra shumë e thjeshtë që dikush nga Rusia, dikush nga Greqia, dikush nga Serbia apo dikush nga Izraeli mund vi këtu të blen gjithë fshatin dhe nesër pas nesër mund dalin ligje ndërkombëtare të tjera për autonomi. Nëse projekt ligji votohet në parlament, rrezikohet kolonizimi i arshëm i fshatrave shqiptar dhe gardhet me tela me gjëmba, që u bën shkak i protestave masive në kryeqytet, mund të jenë një fenomen i zakonshëm në Shqipëri. Siguria kombëtare për 20-30 vjet mund të cënohet, sepse shumë qytetarë tuaj do vinë dhe do fillojnë blejnë toka dhe ti nuk do kesh akses me hy në zonat caktuara të Shqipërisë pastaj dhe mund ndodhë edhe gjëma.